Gëzuar vitin e ri. Dhjetra qytetarë shqiptar kanë dalë sot në sheshin Skënderbej duke pritur orën 12 për të shënuar ardhjen e vitit të ri 2026. Si shihet edhe nga pamjet, shumë aktivitete po organizohen në shesh, duke filluar nga një koncert me këngëtar të ndryshëm, lojra të ndryshme dhe lokale të cilat janë gjatë gjithë kohës të hapur për të mirëpritur këta vizitorë që presin ardhjen e vitit të ri. Nga Sukthi. Emocionet bukura sepse është vit i ri dhe normal. Shumë mirë, atmosferë shumë e bukur. Gjatë mbrëmjes, si për shembull koncerti i vogël dhe për pak do presim orën 12 dhe do flasim fshik zjarret. Urime të gjithë dhe vitin e ri kalofshi sa më bukur. Shumë bukur, është po bukur. Gëzuar vitin e ri. Unë kam nga Italia, nga Milano, edhe kemi ardhur për festat e vitit të ri. Ka emocion pa fund. Ka emocion. Ju urojmë vitin e ri dhe vitin mbar. Shqipëria mirëpriti vitin e ri 2026 me atmosferë festive në të gjitha qytetet. Pavarësisht temperaturave të ulta në vend, ceremonia festive për ndërrimin e viteve u zhvillua edhe në qytetet të tjera ku qytetarët festuan mes muzikës, dritave dhe urimeve për një vit të mbar. Të shumt ishin qytetarët e Durrësit që zgjodhen të shijonin nga afër aktivitetet festive në qytetin e tyre bregdetar. Pas spektaklit të fishek zjarreve, në sheshin kryesor të Elbasanit, qytetarët vijon festën mes këngëve dhe valleve. Atmosferë të gëzueshme kanë krijuar edhe qytetarët e Fierit e të Lushnjës, të cilët pritën me fishek zjarre, këngë valle, ardhjen e vitit të ri 2026. Figurat të njohura të skenës shqiptare pritën vitin e ri në Vlorë, mes valleve që shoqëruan qytetarët deri në orët e para të mëngjesit. Qytetarët e Korçës u mblodhen në sheshin e qytetit për të festuar, të shoqëruar edhe nga vizitorë të huaj. Edhe rrugët e Lezhës u mbushën nga qytetarët që zgjodhen të festojnë me njëri tjetrin në qytetin e tyre. Shkodra ka pritur vitin e ri 2026 me fest dhe shfaqje fishek zjarresh me shqiptar dhe shumë turist që zgjodhen të ndiqnin nga afër koncertin e planifikuar në qendër të qytetit.